Përshëndetje nga Onasja dhe mirëserdhet në podcastin e radhës Të flasim si fëmijë, i cili transmetohet çdo të mërkur në Akrolis TV në kanalin e YouTube-it, si dhe mund të na gjeni edhe në Instagram. Në këtë episod të veçantë do të flasim për jetën e adoleshentëve në Lezhë, si është rritësh në një qytet të vogël, me çfarë sfidash përballemi, çfarë na pëlqen dhe çfarë donim të ndryshonim. A ka të rinë të hapësirar mjaftueshëm apo dhe gjëra të tjera? Na shoqëroni në këtë bashkëbisedim plot energji, sinqeritet dhe momente të bukura që do të na tregojnë më shumë për karakterin dhe mendimet e të rinjve. Atëherë le të fillojmë. Ester, shumë faleminderit që ke pranuar të jesh sot me ne dhe uroj që të kalojmë një kohë të bukur së bashku. Pa humbur kohë, mund të na tregosh pak për veten? Sa vjeç je dhe në cilën shkollë shkon? Faleminderit juve që më zgjollet mua për këtë emision dhe të uroj shumë suksese. Siç më prezantuat, unë quhem Ester Pulaj, jam 14 vjeçe dhe studioj tek shkolla Beslidhja Lezhë. Si është një ditë e zakonshme për ty? Si për shembull për mua ka ditë shumë të ngarkuar, për disa të tjera janë edhe thjesht qetësi, paqe. Po atëherë është në varësi të ditës, për shembull një ditë e zakonshme po e marrun nga ora 1 deri në 2 jam në shkollë, pastaj kur shkoj në shtëpi, hajbuk, çlollem, bëj ndonjë detyrë, pastaj deri nga ora 7:30 jam në kurs. Cilat janë disa nga sfidat më të mëdha që mendon se hasim në adoleshentët këtu në Lezhë? Janë të shumta, por ajo që do spikasja unë më shumë është bullizmi. Kemi ngjuar edhe në përlajme që këto kohët e fundit është bërë shumë problematike madhe. Kjo vjen nga mos edukimi i mirë i brezave që po vinë. A mendoni se të rinë në qytete më të mëdha, pra si Tiranë ose edhe qytete jashtë Shqipërisë, kanë më shumë mundësi për të kënaqur ose për të shprehur veten? Patjetër që po. Edhe pse Lezhë i ka ato nivele, ka aktivitete, ofron që fëmijët e vegjël të ushtrohen, por nëse e marrim ose e krahasojmë edhe si edhe me kryeqytetin ose edhe me vendet e tjera të jashtme, nuk i ka standardet aq të mira. Esra, ndihesh edhe një herë keq kuptuar nga të rriturit ose edhe prindrit e tu për mënyrën se si sillesh apo mendon? Normalisht që po, nëse e marrim për shembull me prindërit e mi, po jap një rast konkret, unë dua të dal shpesh me shoqet e mia dhe kur i them, "Ma të lutem, a mund të dal?" e thot, "Jo. Pse? Sepse ke shpenzuar shumë kohë, dua të bësh gjëra tjera." Pra, në disa raste nuk mirë kuptohemi shumë mirë. Unë dua që të më shkojë ajo e imja, ajo do që shkoj ajo e vetja dhe ndoshta mund krijohet edhe një kaos midis nesh, por gjithsesi në fund fare e bisedojmë më gjatë dhe ndoshta mund t'i dali dikush e vetja. Po jeta për ty në shkollë si është? Natyrisht e qetë, e bukur, por ka normalisht edhe ato të këqijat e veta. Për shembull, si janë të gjitha ditët njësoj, një ditë do jesh e lumtur, një ditë do jesh e mërzitur, por kur i shpenzon orët e mësimit me shoqet e tuaja të ngushta, natyrisht që do të vinë të mrekullueshme si ditë. Çfarë do doni të ndryshonin, sepse besoj se gjithë, paktën ne fëmijët ose adoleshentët, kemi diçka që duam ta ndryshojmë. Atëherë, unë do flas shumë sinqerisht për këtë temë. Mua s'më pëlqen shumë ngarkesa e mësimeve. Jam shumë dakord që duhet ta marrim një shkollim shumë me nivel të lartë, duhet të përballemi me jetën, por ne fëmijët në këtë moshë duhet edhe të kemi atë argëtimin tonë, sepse s'duhet të jemi çdo ditë mësim, duhet të çlollim edhe pak. Edhe unë mendoj përveç kësaj edhe që të vlerësohet edhe kreativiteti ose çfarë ndjejnë nxënësit, të bëhen më shpesh takime sociale. Po nota, sa të rëndësishme janë për ty dhe a ndjesh në atë presion për që një nxënëse e mirë? Në presion nuk ndjehem, por disa herë mami më thot, jo po kështu, jo po ashtu, po sinqerisht për mua nuk vlen nota. Në disa raste jam nxënës i 10-s dhe thot mrekulli, po jo, mjafton që të dish, të kesh një uri për vete dhe nota, sepse momenta janë. Për shembull te testi, një gjë nuk të kujtohet, pastaj të kujtohet edhe
Se jemi dhe shkollë muzike, besoj je hasur edhe ti shpesh me këtë ngarkesën se na duhet shpesh t'i kemi edhe nga orët e mësimit, se kemi një saxho, një kontroll, edhe ndoshta s'kemi gjetur mirë kuptimin e mjaftueshëm nga mësuesit e tjerë. Ti çfarë mendimi ke për këtë? Jam shumë dakord me atë që theti. Nuk ka ndodhur vetëm një, por ka ndodhur disa herë ku mësuesit na kanë pa shumë mirë që kemi ndoshta një koncert ose kemi një aktivitet dhe kur kemi ikur nga ora e mësimit na kanë gjykuar ose na kanë bërtitur pse lëni mësimin duke shkuar te një aktivitet që ndoshta nuk mund t'ju duhet për jetën. Por për disa të tjerë, muzika mund t'jetë pasioni i tyre si edhe mund t'jetë edhe gjithçka që kanë. Për shembull, unë flas nga eksperienca ime me shoqen tonë të përbashkët me Lisën. Ajo vdes për violinën dhe disa herë kur e gjykoshin mësuesit pse po e lën orën, pse nuk i bën detyrat, pse nuk merresh me projekte, është ndjer pak në siklet sepse janë disa që nuk e kuptojnë gjuhën e muzikës dhe më vjen shumë gjëna sepse muzika është tjetër art, është një tjetër dimension që vetëm disa veta që e kanë në trup mund ta kuptojnë. Unë realisht mendoj se mësuesit tanë ndoshta edhe nuk është shumë e qartë se qenëri në një shkollë muzike është më ndryshe dhe duke qenë se s'është e çdo klasë, po vetëm se i bie klasa A, atëherë ajo balancimi mes detyrave dhe instrumentit është shumë ndryshe sepse klasat e tjera ne kemi të njëjtën ngarkesë me klasat e tjera dhe kjo nuk merr përballë që ne kemi edhe atë instrument plus. Kjo na shtyn s'kemi as kohë lirë as gjë. Çfarë mendon se duhet bëhet ndryshe pranë shkollën tonë? Që mësuesit na kenë parasysh neve të muzikës, sepse siç e tha edhe ti, angazhimi jon për shembull në krahasim me klasat e tjera nuk është fare i balancuar. Ne kemi edhe muzikën, si dhe ndoshta nuk mund ta dali koha plotësisht i bëjmë gjitha gjërat, kështu që duhet ta gjejmë një mirë kuptim midis të dyja palëve. Po përveç muzikës, a ndjen edhe ngarkesë nga këto projekte që na jepen ose edhe fakti që jeni kryetare në disa projekte, ajo ideja edhe për të dalë gjithmonë sa më mirë, gjithmonë 10. Edhe te projektet po si edhe tek detyrat e shtëpive. Po themi ka pas shumë raste që jo vetëm një zysh, por disa mund na kenë dhënë 4, 5, 6 ushtrime plus fletorën e punës, edhe na janë bërë një grumbull mal detyrash edhe s'kena pas këtë bëjmë para, këtë edhe. Po pastaj kur kemi dhe ato provimet ose konkurse që do të menit deri mbas orës 12 të studiu, të mësu, të përgatit, ai stresi që a do jem gati, a do dalë mirë, ose dhe ai stresi mbas provimit që e bëra keq këtë ushtrimin edhe. Po edhe sa të studiosh edhe prap thu, jo po a thu do e mbaj mend, a thu do e mbaj mirë. Po marrëdhëniet tua me mësuesit si janë? Si për shembull unë personalisht kam marrëdhënie relativisht shumë të mira me mësuesit në shkollë, po ti? Shqyr, deri tani kam pas të mira sepse nuk jam nga ato nxënëse që janë problematike. Gati me gjithë mësuesit më shkon muhabeti, pra nuk mund bëj vetëm mësim, por mund t'i pyes edhe diçka tjetër, për shembull për familjen ose për një person që e kemi të përbashkët. A ndihesh e dëgjuar kur flet me mësuesit, a ti marrin përbazë mendimet? Normalisht që te shkolla jon ka shumë mësues të mirë që mund bisedosh me to për çdo problematikë që ke dhe patjetër që do t'i zgjidhin dhe sigurisht që do të këshillojnë si t'jesh fëmia e tyre. Po ndonjë mësues ose mësues që ju ka frymëzuar ose ju ka ndihmuar për diçka në jetë, kush është? Atëherë kam 2, është Zysha Gjuhës, Alketa Betja, që tek një aktivitet që kemi bërë në klasën e 6 më ka spikat në fushën e aktrimit dhe më ka ndihmuar shumë duke më dhënë në aktivitetin tjetër një rol kryesor. Atëherë kishim bërë postin e krishnikëve dhe mua më dha roli i Ajkunës, që roli i Ajkunës ka goxha potencial dhe ajo më duk si një shtyrje shumë e madhe, si një depesë shumë e madhe për të vazhduar më vonë në fushën e aktrimit.
Nga ana tjetër, jam shumë mirë njohëse për zyshën time të matematikës, Arsenita Bilali. Nga fundi i 3 mujorit të parë nuk e di se çfarë pata, po pata një rënje në matematikë. Filloj për herë të parë në 8 vite që jam në shkollë, duke mos e pëlqyer me matematikën, edhe kjo më shkaktoi shumë probleme në notë. Por duke biseduar dhe mami me te, duke biseduar dhe unë, për çdo paqartësi që kisha, më ka ndihmuar dhe kjo më shtyu dhe më mbushi prapë zemrën me dashurinë për matematikën dhe tani jam shumë mirë. Të kuptoj shumë mirë, se ja vlen këtu të përmendim edhe Zysh Lulin, zyshën tonë të fillores, pasi ajo ka pasur një rëndësi shumë të madhe në formimin tonë, gjithashtu falenderoj shumë edhe Zysh Alkitën për suportin që më ka dhënë, edhe për përfshirjen në aktivitetet ndryshme. Po përveç rasteve të bukura me mësuesit, besoj tani është flasim sinqert, kemi dhe raste ku nuk ndihemi të kuptuar, ku kemi shumë ngarkesë, ku na mbysin me detyra ose nuk merren shumë përbazë mendimet tona. Mund të na tregosh ndonjë rast tillë? Kam vetëm një rast për një zysh që nga klasa 6 ndoshta nuk e kemi gjetur atë gjuhën tonë përbashkët akoma, sepse ajo ka një mentalitet tjetër, unë kam një mentalitet tjetër. Edhe ndoshta këto mendjet tona që janë komplet ndryshe, ndoshta bën kontrast, edhe kjo gjë nuk më pëlqen. Plus që nuk më pëlqen as organizimi i saj orës, me thënë sinqerisht, nuk më pëlqen sepse ndonjëherë më duket që disa i preferon më shumë se tjerët, edhe ndoshta edhe nga ato pëlqimet e tyre mund bëjnë një diferencë. Kjo është, kurse për tjerat nuk e kam fort problem, tham drejtën. S'kam qejf nxihem, por edhe kur zihemi nuk i marr shumë parasysh sepse nuk e lodh shumë mendjen. Është diçka që ndodh dhe ditën tjetër jemi shumë okay. Mendoj se ndoshta në shkollën tonë, të paktën se nuk e di për në shkolla të tjera, mungon këto takimet sociale, jashtëshkollore, me psikolog, me njerëz tjerë që të na frymëzojnë, këshillime për karrierën. Do të thonë, jo se s'ka fare, po janë shumë të pakta. Çfarë këshille do i jepje ti shkollës tonë, mësuesve, drejtorisë, për të rregulluar këto marrëdhënie me nxënësit? Besoj që ato e kuptojnë shumë mirë që ne jemi në një periudhë që duhet gjithë vëmendja të jetë te ne, sepse është një periudhë shumë e brisht, mund të marrim disa vendime shumë të mëdha, po që mund të jenë fatale për ne dhe kjo patjetër që duhet ajo vëmendja e një të rrituri. Si mësues, si psikolog, por si edhe drejtoria të shfaqet më shumë te kjo jeta dhe zhvillimi një studenti të ri. Po nëse do t'u jepit një këshill mësuesve për t'u lidhur më mirë me nxënësit, çfarë do t'ju thoshin? Ta dëgjojnë më shumë mendimin e nxënësve, se duhet t'i vejnë këmbët e veta në këpucën e fëmijëve, se jo në gjitha rastet mund të ketë drejt mësuesi. Duhet ta shikojnë edhe anën se nga po e shikojnë fëmijët, se gjithmonë fëmijët kanë atë botën e tyre, mund ta shikojnë një gjë më në këndvështrim më të thjeshtë se sa ato. Mua si për shembull, në kohën e lirë më pëlqen shumë të shoh ndonjë film, të gatuaj, të lexoj. Po çfarë të pëlqen të bësh? Më pëlqen shumë të pikturoj, e kam si një ndër pasionet e mia, por edhe kur s'kam çfarë të bëj, mund të lexoj ndonjë libër ose mund të luaj edhe me motrën time të vogël. Ne jemi të dyja motra të mëdha. Tani besoj që, domethënë, unë personalisht kam pasur raste që dikush e ka thënë një fjalë motrës time, unë jam nis, kush e di çka kam pas me ju bë, kam shku, domethënë, me mi bë dikush diçka asaj, unë nuk e di, po ka pas edhe raste që ta çaron motra nervat edhe s'din çka kemë i bë. Ti si ke marrëdhëniet tua me motrën? Për atë që thënë në fillim, jam shumë dakord, besoj çdo motër ose vllai i madh e ka të përkujdesin për ato të vegjëlit. Tashi nga një herë edhe më bezdesën, me të thënë drejtën. E di se do më vërtasit e shtëpia pse po janë nxjerrë palamet, po
Besoj që rrin duke u llastu shumë, sidomos tek mami dhe kjo nuk pëlqen. Edhe si fëmijë I vogël që është, mami e llaston, edhe babi ka fillu këto kohët e fundit edhe unë e shkreta ka me të vetëm, se asnjë njeri nuk ma jep vëmendjen. Kurse për mua personalisht ajo motra ime është pak kështu kokë forte dhe nuk ndihjon as me bë detyrat as gjallë dhe më ka ndodhur shpesh herë që mund të ketë ardhur mami në shtëpi të mbërtit mua kështu si ka bë motra detyrat ose ajo kërkon të vizatoj me mua, unë nuk pranoj, fillon e mbërtet. Me që dolim këtu, si ndihesh ti kur edhe motrat kërkon të bësh diçka, po ti ndoshta s'ke kohë, se thjesht nuk ndihesh në ato momente dhe I thua jo. Për shembull, fiks në momentin që jam më shumë e nerva vjen e thot Ester, a mund të luajmë bashkë? Edhe I kthem jo, I ka nej. Edhe thot, mama, nuk do me lujt Ester. Edhe thot mami, haj shko shpejt, edhe nuk ta jep fara dëshirën, pra luj me zor, nuk e kam fara dëshirën që të luj me te. Por pastaj në fund kur rrije mendoj me veten, them a thu bëra gabim sepse ajo s'ka asnjë njeri tjetër përveç me je me lujt, edhe ndoshta edhe mund ta kem lëndu. A do dohet të kishe një motor ose një vëlla më të madh se vetja? Jo. Aso. Jemi mësuar me këtë parimin që ne jemi motra madhe dhe duhet na dëgjosh ne, nuk duhet që të kemi një më të madh se vetja. Se është edhe ajo ndjesja se kur je më lirë, po edhe në të njëjtën kohë jes edhe prindi dyti më të voglet. A ka vende të mjaftueshme në Lezhë që të rinjt kalojnë kohën e tyre apo mendoni se duhet të ketë më shumë? Ka disa, kemi sheshin, kemi parkun, po këto janë më shumë argëtuese, por duhet tjetë edhe një vend që ndoshta, për shembull si biblioteka, që më përpara ka qenë ajo leja që të shkonin e të merrnin libër, ta lexonin dhe aty dhe ta lenin prapë shkonin në shtëpi. Kjo më pëlqen më shumë. Ti kemi, domethënë, edhe argëtimin, por edhe shkollën e të dyja në një balancë. A merri pjesë në ndonjë organizatë rinore ose në për evente kulturore? Në organizatë rinore jo, por jam me qendrën kulturore të fëmijëve Lezhë dhe ajo organizon aktivitete ndryshme si kërcim, pikturë dhe aktrim. Edhe gati në të gjitha jam dhe unë. Tani po mendoja të bënim një pushim të shkurtër ose se themi një lojë të shpejtë që quhet zgjidhnia, që ndoshta të kuptojmë edhe më shumë për ty. A je gati? Mos u mendo shumë direkt. Akullore apo çokoladë? Akullore. Një ditë pa telefon apo një ditë pa miq? Një ditë pa miq. Të rrish në Lezhë gjithë jetën apo të jetosh jashtë Shqipërisë larg familjes? Të rrish në Lezhë gjithë jetën. Të kesh gjithmonë para pas një mik të vërtet apo pa para dhe mik të vërtet? Pa para dhe mik të vërtet. Të humbasësh pushimet e verës apo të vitit të ri? Të vitit të ri. Film apo libër? Film. Të mos hysh kurrë në rrjetet sociale apo mos të përdorësh kurrë Netflixin, YouTuben ose aplikacione të tjera për filma? Të mos përdor asnjë rrjet sociale. Ishte interesante të mësonin pak më shumë për mënyrën se si ishe gjërat ose çfarë të pëlqen. Tani gjithë kemi miqësi të forta, ndoshta edhe jo shumë të mira me moshatarët tanë. Si janë miqësitë e tua në këtë moshë? Kam shok, kam pasur, edhe besoj që do kem prapë, por për momentin jam shumë okej, kemi shkuar në një pikë që kemi gjetur gjuhën tonë përbashkët dhe ndoshta kuptohemi edhe me një lëvizje të syve dhe kjo më pëlqen. Po kur keni ndonjë problem mes shokëve, si zgjidhni? Hapi parë që duhet zbatohet, duhet shkosh me njerë tek shoku dhe t'ja thuash çfarë do gjëri që të kesh për të. Nuk duhet t'i mbash gjë për vete, edhe ta shash mbrapa krave. Për mua është edhe nëse ke ndonjë gjë të keqe për mua, më mirë të ma thuash në sy sesa ta marr vesh nga një tjetër. Po me prindrit ose mësuesit a flisni hapur kur keni ndonjë shqetësim? Më shumë me mamin, sepse nuk e di, por e kam personin e zemrës time dhe kam shumë besim që nuk do mi nxjerrë asnjëherë sekretet dhe ndoshta është njeriu I vetëm që më kupton shumë.
Po, se edhe unë flas shumë me prindrit e mi për problemin që kam, po përveç prindërve, ndonjë person tjetër, një hall, një daj, një xhaxh, një shoqe. Nga familja vetëm mami në fakt, po nga shoqëria kam Enin, ty, Melisën, që jemi kështu si katërshe që bisedojmë për çdo temë dhe jemi shumë të lishme me njëra tjetrën. Katërsha fantastike. Sa të rëndësishme mendon se janë rrjetet sociale sot? Me këtë përgjigje do të them, nuk do t'i pëlqej babit, po për mua është shumë e rëndësishme, sepse çdo gjë që ka ndodhur për një qëllim. Edhe shpikja e rrjeteve sociale ka ndodhur për një qëllim. Qëllimi që ka ndodhur për mua është se për t'u socializuar. Për shembull, ose për të folur me dikë që e ke larg, për të komunikuar, për shembull, do me fol me shoqen, ta ki qoni zile dhe flisni. Përveç se rrjetet sociale dhe aplikacionet e tjera janë shumë të dobishme, ndonjëherë krijojmë edhe varësi. Dhe unë personalisht më ka ndodhur shpeshherë që kam kaluar me orë të tëra në telefon. Po ti a ndihesh ndonjëherë e varur nga telefoni? Kam një rast konkret nga viti i kaluar që në qershor deri në dhjetor telefoni im ka pasur një defekt. Dhe një herë muaj u fikte. Edhe zjaste ky proces deri në 5 ditë. Edhe për herë të parë kisha pak problem që o bëbo, çfarë do bëj, tani jam pa telefon, si do komunikoj, çfarë do shoh, por duke u kaluar ky proces u mësova dhe nuk e pata. Edhe një herë e mbaj mend, natë thash, o sa e qetë jam pa telefon. Po ato çfarë shikoni nëpër internet ose rrjetet sociale janë ndikojnë në mënyrën se si ti e sheh veten ose të tjerët? Natyrisht që po, qofse se janë disa që vërtet të frymëzojnë, por qofse sheh veprime ose fjali që nuk janë të nevojshme për moshën tënde, ndoshta mund të frymëzohesh nga ajo dhe mund t'i veprosh edhe ti ato. Po për në të ardhmen, ku sheh veten pas 10 vitesh? Më pëlqen shumë kjo pyetje. Mas 10 vjetësh unë i takon 24-25 vjeçe dhe mendoj veten që kam mbaruar shkollën e lartë për arkitekturë dhe në këtë moment po shkruaj aplikimin për në punë. Unë për shembull do doja që studimet i vazhdoja jashtë Shqipërisë, po ti do të qëndrosh brenda në Shqipëri apo do të vazhdosh edhe të jashtë? Qose do të marrësh një shkollë dhe të marrësh një shkollim me standard shumë të lartë, për mendimin tim duhet vazhdosh jashtë, por qose do të rrish, të kontribosh për vendin tonë, se edhe t'jesh afër familjes tënde, unë jam më pro Shqipërisë. Po nëse do mund të ndryshoj vetëm diçka, një gjë të vogël ose edhe të madhe këtu në Lezhë, cila do ishte ajo? Në fakt jo vetëm Lezhë, por në gjithë Shqipërinë, do ndryshoja edukimin si dhe disiplinën e qytetarëve. Çfarë mesazh do të jepni adoleshentëve të tjerë, pra bashkëmoshëtarëve tanë që kalojnë një periudhë të vështirë me veten e tyre ose edhe me miqtë e tyre? Ka periudha që i kaloj dhe unë shumë vështira, por në fund ditës e ngushëlloj veten, jo vetëm unë, ngushëllojnë edhe shoqet. Do ju thosha që mos e vrisni mendjen sepse është thjesht një moment çasti që jeni mërzitur. Ti ke akoma prap jetë, ke vite jetë prap, nuk e din se çfarë ka rezervuar Zoti për ty, kështu që vazhdo përpara, lej ato gjërat e këqija që keni kaluar. Mua më pëlqen ose më ndihmon të ndihem më mirë kur gatuaj ose kur dëgjoj muzikë. Po ti a ke ndonjë këngë, libër, aktivitet që të ndihmon të ndihesh më mirë? Atëherë unë i kam pak të ndara këto çefet e mia, për shembull nëse jam e mërzitur ose s'kam çfarë të bëj, futem tek ajo dhoma ime dhe dëgjoj muzikë. Kur jam me nerva ose kur jam me dhimbje koke, nuk e di, por më kap ajo dëshira për të kapur një libër dhe për ta lexuar, sepse më vazhdon ajo dhimbja kokës, por pas 10 faqes, pas
20 faqës, nuk e di, më kalon si kur kam pi 2 paracetamola për jerit. Ester, duke qenë se the dhe vetë që je pjesë e një kërcimit, si ndihesh ti kur kërcen balet ose dhe zhanre të tjerë, pra? Baletin vetë është art, edhe është një aktivitet fizik, si edhe për zhvillimin e mirë të mendjes, të bën më qetë, të çliron nëpërmjet lëvizjeve të eksagjeruar ose si dhe qeta, si për shembull baleti klasik. Po e veten e ndjen më mirë në aktrim apo në balet? Janë dy gjëra që i kam shumë qejf edhe ndoshta nuk mund t'i ndaj dot, por nga ana e eksperiencës më shumë kam tek baleti, kurse aktrimin mund ta kem filluar këto 3 vjet e fundit, por që e kam ushtruar më shumë ka qenë ky vit. Dhe ndoshta nuk mund t'jem plotësisht e saktë tek kjo fushë. Po nëse në të ardhmen do zgjidhje të vazhdoj një prej këtyre dyave, cila do ishte? Unë mendoj që me baletin, si edhe me aktrimin, nuk ke shans, po them në Shqipëri, sepse aktorë si edhe kërcimtarët nuk vlerësohen shumë nga komuniteti. Po. Faleminderit Ester që ishe me ne. Kaq ishte edhe për sot, të dashur ndjekës tan podcasti Flasim si fëmijë. Shpresoj që ju ka pëlqyer biseda jonë dhe që keni mësuar diçka të re për jetën e një adoleshenti në Lezhë. Mos harroni të na ndiqni për më shumë episode dhe të ndani podcastin me miqtë tuaj. Deri në episodin tjetër, kujdesuni për veten dhe mos harroni, edhe ne fëmijët kemi zë, kemi ide dhe kemi shumë për të thënë. Mirupafshim.